Me dhjetra fëmijë nga Shkodra vijojnë që të lënë për gjysmë shkollat dhe të emigrojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian për një jetë më të mirë. Një prej shkollave më të mëdha në Shkodër, Ndremjeda, e ka nisur sezonin e ri me një numër më të pakët nxënësish si shkak i emigrimit. Vetëm tek kjo shkollë, sipas drejtores Nevila Zhabjaku, këtë vit janë afro 30 nxënës që janë larguar. Normal ka dhe lëvizje. Kjo për shkak të shumë arsyeve të ndryshme, largime, transferime ose ndoshta edhe emigrimi që bën të njerëzit. Klasën 9 kanë marrë 140 fëmijë. Klasën e parë më regjistrohen 110 fëmijë. Kupton, edhe kjo është 30 fëmijë më pak. Nuk është e njëjta, po kjo është i kaq është. 110 nuk ka më shumë faktikisht. Për sa jam unë, nuk ka ardhje më shumë. Janë brenda lagjit, brenda zonet, nuk është se mund të ketë një kështu. Por shaf që janë të ardhur nga jashtë, më thonë ata migrantë që na kanë ik, janë të rikthy. Megjithatë, shumë prej tyre pas një viti nga emigrimi rikthehen në Shkodër dhe integrimi i fëmijëve në shkollë nuk është shumë i lehtë. Tash integrimi tyne e para gjatë që baj, fëmijë që kanë qenë të një klasë i stabilizohet të një klasë. Pastaj fëmijë që janë krejt të ri, mësuese kujdestare do të merren patjetër me ata fëmijë, bëhet planin i veçantë për këta fëmijë, sillen në mënyrë të veçantë me ata fëmijë sepse janë me ta që janë të traumatizuar. Drejtoria Zhabjaku tregon se rreth 20 nxënës janë rikthyer nga emigrimi. Mund të jenë 20-15 mbahen ardhe. I tash mund të jenë 10. Edhe pres në marrë tjerë, ka që ardhe. Pra është shkollë që lëvizet, shkojnë, vinë, ka shumë kërkesa, faktikisht unë ruhem me majtat zonale me kemë në zonet, po ka shumë që kërkojnë më ardhë. Vite e fundit në total numri fëmijëve që kanë lënë shkollat në Shkodër për të emigruar ka shkuar deri në rreth 500, ndërsa shumë prej tyre, duke mos arritur të vendosen në vendet e BE, janë rikthyer në qytetin e tyre.